Qeveria synon të zgjidhë përfundimisht çështjen e medresantëve për regjistrim në universitetet publike të vendit me një ligj special, drafti i të cilit tashmë është publikuar dhe pret shqyrtim. Sipas zëvendës kryeministrit Izet Mexhiti, qeveria po i gjen një zgjidhje këtij problemi, për të cilin fajsoi BDI-n në qeverisjen e kaluar për mashtrime disa vjeçare. Dhe kjo është një prej çështjeve me cilën është manipuluar 30 vite. Është manipuluar zakonisht në fushatat zgjedhore dhe nuk ka pas asnjëherë zgjidhje. Në zgjedhjet e fundit, para zgjedhjeve, para se të fillon fushatat zgjedhore, ka pas një lloj manipulimi nga ish qeveria, domethënë nga opozita e tanishme shqiptare, kishe ka bërë zgjidhje, po veç ka qenë manipulim për të përfituar politikë ditore, për të përfituar dhe votë. Mirë, po kjo është e kaluar. Çësia jonë është, domethënë, jo politikë ditore, po zgjidhje ligjore. Ashtu siç e zgjidhëm pra çështjen e përfaqësimit me ligj të posaçëm, edhe çështjen e medresesë pra në ener të qeverisë, pra veçmë është vendos prej 2 qershorit, pra kanë mbet, nëse zgaboj edhe 17 ditë në shqyrtim publik, pra ku mund ta shohin, mund t'japin vërejtjet institucionet kompetente, dhe pas kësaj pra marrëveshja politike. Ky ligj i posaçëm që përfshin medresen, Isabeu dhe shkollën e mesme, domethënë të kishës ortodokse, bashkarisht pra është zgjidhje përfundimtare për nxënësit që mbajnë shkollat e mesme, domethënë në këto shkolla fetare. Ligji është në përputhje me Kushtetutën, me ligjin për arsim të mesëm, si dhe ligjin për statusin juridik të kishës, bashkësisë fetare dhe grupit fetar në vend. Që byroja të jap mendim pozitiv, duhet që plan programet e këtyre shkollave të përputhen me konceptin për maturën shtetërore, maturën shkollore dhe provimin përfundimtar të miratuar nga Ministria e Arsimit. Nga ana tjetër, matura do të jetë gjithashtu kusht edhe për ata që do të regjistrohen në fakultetet fetare përkatëse. Ky ligj pritet të zbatohet nga viti i ardhshëm shkollor, ndërkohë që mbetet të shihen modalitetet për një zgjidhje të mundshme për ata që veç se janë në studime në vitet e larta në shkollat e mesme fetare. Në fundprillin e këtij viti, gjykata kushtetuese pati shfuqizuar me shumicë votash vendimin e qeverisë paraprake të udhëhequr nga kryeministri teknik Talat Xhaferi në mars të vitit 2024, me të cilin medresia Isabeu mori statusin e shkollës së mesme private gjimnaz, me arsyetimin se zgjidhja e aso kohe ishte antikushtetuese dhe antiligjore, me të cilën ishte shkelur parimi i sekularitetit të shtetit.